Mirëmëngjes të nderuar shikues të Radio-s, në fakt ditën e sotme do të kemi kryesisht kthjellime, vranësira të lehta dhe kalimtare, vranësira të cilat do të prodhojnë vetëm momente të shkurtra me pika shiu në zonat juglindore. Termometri shënon rritje, sot në mesditë, në mëngjes nuk kanë ndryshuar temperaturat, por era do të jetë kryesisht e lehtë mesatare në vijën bregdetare. Një herë veriore, veri perëndimore, maksimumi ngjitet në 27 gradë Celsius në disa nga qytetet në jug perëndim të vendit. Do të kemi vetëm momente të shkurtra me pika shiu, si kundër thamë, në zonat juglindore. Konkretisht gjatë natës, por edhe para ditën e sotme, kthjellime dhe vranësira krejt të lehta dhe kalimtare mbizotrojnë kushtet e motit në të gjithë territorin shqiptar, por duke i afruar mesditës kemi zhvillim të vranësirave kryesisht në zonat juglindore. Megjithatë nuk do të ketë rreshje pjesa e parë e ditës. Termometri i sot në mëngjes nuk ka shënuar ndryshime, kemi një vlerë minimale rreth 6 gradë në zonat malore në veri të vendit, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri i mëngjesit luhatet nga 10-11 në brendësi të territorit deri në 13 gradë Celsius në vijën bregdetare. Pas mesditës, vranësirat do të vijojnë të fuqizohen kryesisht në zonat juglindore, duke prodhuar momente të shkurtra me pika shiu, kryesisht skaj juglindor, por edhe shumë pranë qendrës, një pjesë e qarkut të Elbasanit, pra zonat lindore në qarkun e Elbasanit, si kundër edhe zona e Skraparit, momente të shkurtra me pika shiu. Pjesa tjetër e Shqipërisë do të mjaftohet me kthjellime dhe vranësira disi më të shtuara, jugu dhe zonat lindore, ndërsa veriu, veri perëndimi me kthjellime dhe vranësira krejt të lehta. Termometri sot mesditë shënon një rritje. Do të kemi maksimume mbi 22 gradë Celsius për zonat malore, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri do të shënojë 25 deri në 27 gradë Celsius. 27-ën e presim kryesisht në qarkun e Fierit dhe atë të Beratit. Ky është informacioni për ditën e sotme, kryesisht diell, mjaft më ngrohtë mesdita e sotme. Momentet shkurtra me pika shiu, nuk është nevoja për çadër. Shihemi pas gati 30 minutash me motin në rajon së bashku.